prej kohës për jashtë, prej lajmeve televizion, asnjë lajm s'ke diçka këtu i gëzushëm. Për posaj kolega ju i Mitrovicës si është gëzu, duket. Ndryshe këtë. Po thu Urali është gëzu ma shumë Mitrovica se Prizreni, Nuk e di. Jo, bre, hajgare ka marrë me sportivitet. Sepse nështë edhe na, unë velëshoj shpet gjuhën, por nuk ka të bëja asgjës që jemi kundër Turqisë. Kemi qenë dje kundërshtar, por sigurisht jemi meq, dhe normalisht ja urojmë fitoren dhe më të mirat në këtë kampionat Turqisë. Normalisht, mirë po, qefi kish me na u bot, tish kualifiku Kosova, kish fitu, nuk jemi kun, s'pesoj, po vitet e fundit në njerë më afer. Po, qështu duk loja nga afer, sepse ke qenë në stadium apo jo prezent aty? Po, jam konë në stadium, edhe pse kom qenë pjesën e Dardanëve, edhe në momentin kur është hy goli, ka qenë në pjesë tjetër, dhe më thonë në golën tjetër. Na kemi qenë në Berim, duket ajo pjesa ka qenë në jug atje, nuk e kom pa bashkë mirë po si përfundim, një loj super të mire kanë bo edhe Kosova, si të mas mirë, po s'po di, nuk kisha me thonë që e kanë meritu fitore në Turqit. Thjesht në sport ka njerë peshë dhe fati. Dhe nuk është që pasët në disa raste thjesht nuk dominu në loj, ose ndështë se kemi po ana, s'kemi pas qep me po, po nëse që Kosova kur më afer të ka pas fitoren, ka mujtë me bo diqka ma shumë. Po, a ishtë ajo loja që gjithë e kemi pritë, gjithë kemi qenë entuziast, nështë ta shpresat në eriti dhe a fitoria me Slovakin që e pati javën e kaluar? Si pas mendimi tem, këta djelmoshat gjithmonë ma mirë për lujnë si mësafir, se sa si vendorë. Nuk e di apo janë nga... Bojmë presion na, qka? Me qenë se ka pas atmosferë në Fadil Vokre. Presion nuk e besoj që i bojmë na, sepse ata lujnë, janë lojtarë profesionist, lujnë në ekipet më dhaja, mirë, po nuk e di nështë ashtë taj presioni vetë publikit, vetë vendit, vetë dëshires për me fitu, si që ceket edhe ma heret na ndryshe kemi fitu më shtetin, jo sikur shtetet tjera normal, se cili mundohet me dhonat maksimumin, nështë edhe ma shumë se për që është i autorizuar ose për çka është i caktuar nëse funksion me lujt futboll thjesht, po te na që dini edhe jo dhe na tifost edhe lojtarët edhe para çdo ndeshjes ekstra përgjegjësi sportive si përfaqësuesi një kombëtare në futboll e kena edhe përgjegjësinë me thon patriotike ose kombëtare ose kështu që s'po di nuk kam ndonjë koment. Sa ishte mbështetja e tifozëve brenda stadiumit, sa ishin të zhurmshëm, ose edhe duke brohëritur në sulmet e Turqisë, sepse na nga jashtë ndoshta si kemi dëgju ose si kemi kuptu mjaftueshëm zhurmat dhe brohëritjet. Për kraja ka qenë e pa kursyeshme, se s'po di në çfarë forme me u shpreh, vetë fakti që është një raja me parë që të tifoz, domethënë në pjesën ku rrin Dardan nuk ka pas vende as në kom, vlen me ce këto. Tash tu ka ndiku ndoshta tek pjesa e radiofonisë ose tek pjesa e zhurmës që s'është dëgju për jashtë, ndoshta ka ndiku edhe kushtet atmosferike, do një pjesë të konsiderueshme të lojës ka ra shije dhe breshër, era fryke. Po m'duket sa ka ra shije dhe breshër, se kom po edhe unë edhe u gëzova pak, i pengoj ke Turqit. Momentin si është nalë shiju dhe breshrim, edhe në gol. Moment që ka ra shije breshën, unë edhe ka fry erë një prej topave, se unë kom qenë fiks në bas golës, edhe e kom krasu me shtyll, e ka deviju kështu në mas madhe era topin. Nuk e di tash qysh janë kështu saktësisht këto pjesë qysh janë t'rregullum, këto pajisjet sportive, po u vrejt edhe me sy devijimi i topit prej erës. Gjo që tregon që kushtet kanë qenë pajagit vështira edhe për kosovarët, pavarësisht lojtarët e Turqisë rrshitshin shumë në fush, po ajo ndikon që edhe ndoshta lojtarët tanë mos me dhon maksimumin në vrap, mos me mujt për shkak të terrenit tepër të lagshtë. Ndërsa tifozët nuk kanë kursy, domethënë asnjë molekul trupit për me përkrah, mirë po
ka njerë edhe kjo rezultati, ka njerë edhe niveli i lojës e bën që me ra pak morali njëjtë sikur se sot, mirë po qa kemi me bo, do të me kokë lartë me i përshëndet quna tonë, e patë edhe vetë, asë njerë komtare ma kompakt ose ma japën këtu mas ekipit nuk kemi pas, e të rasti Albit, kur e qajti kryt nuk dojke me nëzirë treneri jashtë ashtu vazhdoj me atë fashën në kokë, deri sa veç vendosi treneri me zavendësu. Kjo të regon që kena etë shumë këtë pjesë kur vetë dim jemi për dëshmitar, kur disa prej Kosovarëve kanë thonë edhe shqiptarëve të tej pjesës tanë, thëshin që ekipi janë po lunë pa shpirt, jo për këtë ekip, vite ma herën. Po. Kështu që ta kemi mbri me pas një ekip shumë profesional, të djemë tri që janë linë në shtetet jashme, po lujnë me zamër si me pas le rritë në Kosovë. Definitivt. Këna të regon që edhe prima ekipore ka ndru, ndoshta Zhegrove në dash me shti pak ma heret. Kështë komenti të gjithve në fakt, që Zhegrova është futur se komenti se po ma mërmendja se kapi topin e buni një akcion, që të më thonë që kish me vazhdu, thjesht nuk është që s'kanë kryu edhe aksione këta, Muriqi mu ka do diçka pak ma i lodhë, nështë ta presioni i lojve, presioni që kretë kam prit, të më thonë që çdo top që është najrë, edhe kretë tribunat për të që në Muriqi, është bajegi përgjësie madhe, me i këthy krejtë sytë ka tjede me prit veç pejteje një gol, kur është topi në hajt. A e pengoj kjo Muriqin për me shkëllqy, si kurse në ndeshën e fundit që patëm me Slovaki? Nuk e dia i ka pengu kjo, po nuk ka shkëllqy si kur ndeshën e fundit. Ka lujt mirë, po tash na e në tifozë, na presim se cilin top që e prek me kom lojtari sulmus, na me jep gol, se që ajo ka qenë dëshira janë. Shtu që mirë po na prapse prapo në gjithmonë, kur talë një intervist me full për futbolën e të regoj pikë parë që nësë jam nëj ekspert i futbolit ose nëj strateg me analizu lojën. Mirë po, me asa kam pa, nuk na kanë përmbush dëshirat se dëshira ka qenë me fitu dhe me shku atje, po ka një armëndësia është tjetër, për shambull qysh në dëgjova, së jo zyrtarisht, në shtatë është zyrtare, 3 milion euro kishë qenë premia për një lojtar të Turqisë. Mos beso krej që ka një sot, së është një prille. Ja. Se po thu edhe kjo shuma ka qenë mundësi motivuse ma e madhe, se ne nëse do t'i jepnim një lloj shpërblimi më të madh, kish me qenë motivus ma i madhe për lojtarët? Jo, besoj që edhe pa shpërblim që e kanë dhonë, premtim për shpërblim që e kanë dhonë për lojtarë tonë, këta djelmosha janë të pashosë edhe kishin me, edhe pas shpërblim, edhe të zero kishin me botë të njëjtën lojë, se të njëjtin nuk besoj që na kemi ekip të cilët e vlerësojnë sa ju ka da shpërblimi. Mirë po isha të folë për kundërshtarin. Ata edhe pse s'kan, kushdo që e ka pa në televizor, se në televizor është pa ma mirë lojë, thëshin që atave që në të cilë topin ndërvetis që në të bo lojët mirë. Po dhe që ajo lojë që të e mbajt topin, të e cilë topin në mënyrë qashtë sigurt pa hupet ajo të dënë një përvoj. Po ata janë konë definitivisht kështu të egrë në fush, kisha me thonë. Mirë, Trim, të falemderit shumë për këta lidhje direkte, sepse e dim që zakonisht entuziazmi bjen dhe shumë normale, veçanërisht tek tifozët pas humbjes, por me që ata edhe në humbje, realizuam këtë lidhje direkte dhe falenderoj shumë. Falemderit edhe juve, edhe kërkoj ndjes për disponimin e ullë, sot veç kom premtu kolegës ju që kyqna se e kësha bo skip ditën e sotit që ashtu është dhe kova. Mësnin ata tjerë, se kemi me folë për futbol dhe një 2 orë tjera, kështu që mësnin ata shikusit tjerë. Për ndryshe zban me u dëshpru, sepse besoj që është vetëm fillimi për Kosovën, sepse mbram nga dëshmoj se kemi një ekip shumë të mirë, fantastik. Jenë disponimi që atë formë se mu dëshpru, nuk dëshpruome që të ekipe kem, duhet me i gra, duhet me i ndajt ofër. Mos haroj me ta rikujtu parandeshjes me Slovakin që prognoza për Aslanin më ka dole sakt. Edhe mu më ka dojt prognoza e sakt në fakt prej Andrës, po në kom pa Andrë që ka me fitu Kosova 1-0, kështu që vishëm ndollë këndër kështu për Turqinë.
I njëm pak të mire kemi. Inshallah nuk shoha ndraune më kur njetë, edhe si majnë menë ma mirë. Kështu për bjerë me thonë. Faleminderit. Përshëndes, faleminderit shumë edhe njerë për këta lidhje direkte. Me Trimin, shpresoj të takohemi në momentet të bukura të Kosovës, me nisin të takohemi edhe njerë dikun në ora 9 me lajme të reja dhe zhvillimet